Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lutim së bashku me ju mbretëresh e qiellit. Në emër të Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëresh e qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Maria, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat të burgatorit, aty në që në qiell u shejtroft emri yt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Ndërsa tani të dashur dëgjues, me njëherë pas mbretëreshe të qiellit po lusim orën e mesme. Sot Kisha Katolike Njerit feston edhe Shën Matia Apostull Fest. Psalmet e ditës për kacet të psalterit e shtun, java 4 e Pashkës. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Eni o ju sklever që luteni me mendje e gojë madhroni, emrin e lumë të hyjit me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt i adorzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësi në të gjithë shekujve. E shtyrë nga dashuria, nga frika drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot ta adhurojmë, hyn atë e birin e tij, së bashku me shpirtin e shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona orës së 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 22. Le të arrit e ti o Zot britma ime, më ndriço mendjen si pas fjales sate. Le të dal lutja ime para fytyrës sate. Më liro ashtu si ma ke dhënë fjalen. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti më mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le të këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd.
Kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj. Në ndihmë do t'i kem gjygjet e tua. U enda poshtë lart, por si delja humbër. Kërkoje shërbëtorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk I kam harruar. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45. Dasma e mbretit. Pjesa e parë. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit. Gjuha ime si lapsi I shkruesi të shpejt. Ti je I bukur, më I pashmi ndër bijtë e njerëzve. U zbraz hiri në buzët e tua. Prandaj hyi të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën e I o trimi I trimave. Vishu me shkëlqime e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mpreta janë shigjetat e tua, në zemrat e armiqve të mbretit, popull do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hy në shekuj të shekujve. Skeptër drejtësie, skeptri I mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti uren pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyji yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e kasje petkave të tua. Në pallate është elefanti, harpat të argëtojnë. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha. Në ar, ofiri e ngrirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Më vështro bi, shije dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd, atëherë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote. Ai është zotria yt, nderoje atë. Populli I tjerit vjen me dhurata, për krahjen tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija mbretit për brenda, e mbështjell me petkë të qëndisur me ar. Në petka lara I asjellin mbretit. Përcjellja e saj, shoqet e saj vajza. Me hare u prine me brohuri. Ja, po hyn në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vësh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emri yt, prej breznie në brezni. Prandaj edhe popujt do të lavdërojnë, në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi I shkurtër krahasoi veprat e apostujve kapitulli 5. Shumë shenja mrekulli bëheshin prej apostujve në popull, dhe kështu gjithë njështohej numri I burrave e I grave që besonin në zotërim. I mbajtën mësimet e Krishtit, aleluja. Janë dëshmitar të fjalës së Tij, aleluja. Të lutemi. O hy ti e zgjodheshën matin për të plotësuar kolegjumin apostolik, bëj që me ndërmjetësinë e Tij, pasi kemi pjesë në dashurinë tënde, të kemi fatin të numrohemi ndër të zgjedhurit e tu, nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë të Kosovës, lutem së bashku me ju mbretëreshe të qiellit si dhe liturgjinë e orës së mesme. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.